Një keq interpretim totalisht me qëllime të qarta, por nuk është ajo elementi që e karakterizon letrën tonë. Na jemi krejt qartë, të drejtat kushtetuese, gjithë përfshirje, ajo nuk është absolutisht diskutabile. Shaku, edhe një pyetje e kam. Në spektrin politik në Kosovë, nga pozicioni ku qëndron LDK-ja, a keni distancë të njëjtë si me vetëvendosjen si me PDK-n, apo dallon? Nëse dallon, si dallon? E para punës nuk e di pse po bën krahasime të tilla se na kemi qëndrime krejt të qarta ndaj lëvizjes vetëvendosje, për atë fola unë shumë gjatë dhe nuk është situata e njëjtë me PDK-n, për shkak se PDK-ja ka qenë në opozit, i kemi pas plot elemente, kauzat gjatë opozit bërjes, por ne jemi parti në vete. Nuk kemi absolutisht ndërlidhje, ose nuk kemi faturat që na ndërlidhin me njërin tjetrin. Ne si parti... Ndërlidhje të tonë me bo vetëvendosje, ajo tjetër, tyna është friga ja mos të bëjmë qatë kompleks. Faktikisht edhe pyetja ju ishte në kuptimin që lidhej me narracionin, që të shpijet e narracioni i vetëvendosjes, që po dëshiron, ka dashur dhe gjatë 4 viteve të kaluara mi lidhë të gjitha partit opozitore. E shinin diskursin e saj, edhe thot partit opozitore, sepse ne jemi parti politike të veçanta. Po të veçanta një kohën edhe kër një kohën opozit me vetëvendosjen, po keni bo opozit bashk. Qa ka keq? Jo, veç pak. Bashk të bërit opozit mbështetet në kauzat e secilës parti politike. Disa mund të jenë të gjashme, të përbashkëta, po dhe mirë po, a priori janë të veçanta, sepse ne jemi parti politike e veçanta. Çështjet që ne i kemi ngrit, si kemi konsultu të tjerat parti, na janë bashkangjit gjatë rrugtimit dhe kjo nuk është diçka që... Une qofsha gabim, po përjetoj ka njerë së kur ju e ndjeni pak si kompleks, nëse vetëvendosja ju afron me PDK-n, e nuk ka kuptim për mua është të çuditshme se me patjetër partitë opozitare janë më afër se sa me qeverinë. LDK-ja ka më afër me vetëvendosjen se me PDK-n, kur me vetëvendosjen nuk ka në opozit. E ka njëherë, kur për shumë njëra që akuzohen ata... Unë e përnduket që qatë shumë për dëgjani... Ka dhe menismë... Po, se përjetoni pak si kompleks, ose e ka mund lexim gabim? Jo, po duket që keni narracionin e vetëvendosjes me gjas, po merren qatë shumë... Ka thonë kundërtën? Jo, kjo një gjatë duhet mos me përzi. Se cila parti politike ka programin e vet, i ka kauzat e veta, i ka personelin e vet, dhe është e veçantë garron për me marrë pushtet. Po vjell fata peci, edhe ju thoni ka vjell, dhe ata thonë ka vjell. Me vërtetu gjykata ka vjell ajo. Ai, Ermal.